Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes këtu nga studia qendrore në Dritare Televizion. Unë jam Michele Kadhanxhiu dhe ditën e sotme në emisionin tim Intervista ditës do të ndalemi pikërisht tek Irani, i cili ka lëshuar një prell drejt shtetit turk. Për këtë çështje do të kemë në një lidhje të drejt për drejt analistin Ruel Domin, të cilin e përshëndes në këtë moment dhe e falenderoj që krijoi mundësinë për të qenë në këtë lidhje të drejt për drejt në emisionin tim për të folur rreth kësaj çështje. E përshëndes në këtë momente Ruel Domi. Ruel, të përshëndes dhe të falenderoj, i nderuar. Michele, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu edhe për mua, i nderuar. I nderuar, pak çaste më parë Irani ka lëshuar një raketë drejt shtetit turk. A është kjo një alarm botëror? A përbën kjo një alarm botëror? Po patjetër që është një përshkallëzim i konfliktit, edhe sigurisht që kur bëhet fjalë për përshkallëzim të një konflikti midis një fuqie rajonale siç është Irani dhe një vendi anëtare të Organizatës Atlantikut Veriut të NATO, sigurisht që është alarmante, sepse ju e dini mjaft mirë dhe parimin e NATO-s, që një sulm, artikullin e 5, pra një sulm mbi një antar të NATO-s, është një sulm mbi çdo vend antar të NATO-s dhe për fat të mirë nuk ka pasur viktima. Sipas informacioneve paraprake, raketa balistike e dërguar nga Irani ka shënjestruar një bazë greke në Kipro, pra ka pasur objektiv Kipron, ka kaluar në territorin e Turqisë dhe kanë qenë aeroplanët e NATO-s që e kanë shkatruar dhe kemi një deklaratë nga Ministria e Jashtme e Turqisë, e cila ka paralajmëruar një përgjigje ndaj Iranit. Ministria e Jashtme në fakt e Turqisë ka thënë që ne kemi për detyrë të mbrojmë territorin ton. Nga ana tjetër, patjetër që është një përshkallëzim i konfliktit në kushtet e një përshkallëzimi në fakt më të gjerë në lidhjen e mesme. Irani ka sulmuar të gjithë vendet përreth, Arabinë Saudite, Omanin, Kuvajtin, Bahreinin, vendet të cilat Irani nuk e kanë sulmuar, por që Irani konsideron pjesëmarrëse në konflikt bashkë me SBA-n dhe Izraelin, sulme patjetër barbare në shkelje të ligjit ndërkombëtar, në shkelje të kartës OKB-s, edhe sigurisht me dëme mjaft të mëdha, jo vetëm në arkitekturën e sigurisë në mesme, por edhe me dëme mjaft të mëdha ekonomike, sepse siç ju dhe e dini, nëpërmjet ngushtisë së Hormuzit kalon 1/3 e naftës globale dhe mbyllja e ngushtisë së Hormuzit i ka çuar çmimet e naftës në shumë lart dhe sigurisht që kjo do të ketë impakt mbi inflacionin dhe mbi ekonominë globale. Si paraqitet kjo çështje, Ruel, aktualisht midis fuqive botërore? Shiko, unë kam thënë edhe në emisione të tjera që kjo që po ndodh në Iran në fakt është pjesë e një plani, sipas mendimit tim, për rendin e ri botëror, ku zonat e influencës janë tani më të ndara dhe linja mesme do të ngjelet në zonën amerikane të influencës. Dhe në këtë kuadër, i vetmi regjim beligerant ose i vetmi regjim armiqësor që kishte ngelur ishte Irani. Ne pam mjaft mirë që në dhjetor të vitit 2024, pak përpara se administrata Trump të vinte në pushtet, largohet pas 3-4 dekadash familja Assad, largohet Bashar al-Assadi nga Siria, një regjim pro-Irani dhe pro-Rusisë, dhe largohet në Rusi. E njëjta marrëveshje është dhënë edhe Ayatollah Ali Khameneit, i cili e ka refuzuar dhe për shkak të këtij refuzimi, ai kuptohet është eliminuar. Kështu që patjetër që ai çfarë ne mund të kuptojmë nga loja e fuqive të mëdha është që Irani është në një farë mënyrë fortesa e fundit e Rusisë dhe Kinës në lidhje mesme dhe mbas rënies së këtij regjimi brutal, patjetër që do të kemi një dominancë të plotë amerikane dhe izraelite, por dhe të aleatëve të Amerikës dhe Izraelit, të vendeve arabe në lidhjen e mesme. Kështu mund ta kuptojmë në luftën në Iran. A jemi në prag të një përshkallëzimi të dimensioneve të mëdha në këtë luftë që sapo ka nisur? Mund të kemi një luftë të tretë botërore? Shiko, është një pyetje që më bëhet në vende të tjera, në fakt është një pyetje legjitime. Lufta e tretë botërore patjetër që është një mundësi, por nuk mendoj që jemi akoma aty. Lufta e tretë botërore, për shembull, do të kishim në rast se NATO do të përballen në mënyrë të drejtë për drejtë me një tjetër koalicion ushtarak. Për shembull, në rast se do të përballen me Rusinë, që është një shtet i madh dhe me aleatë të Rusisë, ose nëse NATO do të përballen me Iranin dhe në krah të Iranit do të bashkohej edhe Rusia. Siç kur NATO bombardoi Jugosllavinë, ne nuk kishim një luftë të tretë botërore, nuk e konsideruam luftë të tretë botërore, konsideruam një konflikt midis një aleance që mbron demokracinë dhe lirinë dhe një shteti ekstremist dhe gjenocidal.
është e njëjta situatë këtu. Në rast se do të kemi një përplasje midis NATO-s dhe Iranit që unë e quaj domethënë larg të mundurës, pavarësisht provokimeve të Iranit, kjo nuk do të sillte një konflikt të tretë botror. Konflikti i tretë botror ndodhet vetëm në rast se ka ajo që në shkenca politike quhet great power warfare. Pra një përballje midis fuqive të mëdha, pra nëse SBA dhe Rusia ose SBA dhe Kina përballen në mënyrë të drejtë për drejtë me njëra tjetrën, padyshim që mund të shkohet një lufte të tretë botërore. Një gjë të fundit që dua të them, me që u përmend termi luftë botërore, unë jam i tezës që ne jemi tani në një fazë tranzicionale midis dy rendeve botërore, midis rendit liberal që po ikën dhe një rendi të ri, të cilin ne nuk e dimë se do jetë saktësisht, do jetë një lloj miksimi midis një rendi realist dhe një rend liberal, do jetë një lloj rendi totalisht realist, por jemi në një fazë tranzicionale, dhe sa ajo që ka faza tranzicionale ka konflikte të këtij lloji, siç është ajo që ka ndodhur në Ukrainë apo edhe në Gaza apo edhe tani në Iran. Edhe sigurisht që mendoj që jemi absolutisht në një luftë të ftohtë ekonomike patjetër, por dhe politike midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës komuniste, që edhe sipas strategjisë së sigurisë kombëtare amerikane konsiderohet armiku ose kundërshtari kryesor i SBA-s dhe Perëndimit. Cilat janë skenaret më të mundshëm i nderuar në javët dhe në muajt në vijim? Skenarët që unë mendoj që do të ndodhin kanë të bëjnë me kapitullimin e Iranit. Irani duket tani sikur është një formë të mirë, apo edhe raketa, drone etj, sepse kur ti je një regjim që i ke vjedhur aq shumë popullit tënd dhe i ke çu këto para për raketa, për dron, për avion bombardues etj, dhe e ke pritur këtë gjë sepse dije që iranianët e prisnin këtë gjë, çfarë ka ndodhur para 3-4 ditësh. Sigurisht që Irani mund të duket sikur është në formë, por unë ju garantoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nuk kanë futur në të lufta as 5 apo 10% të kapaciteteve të tyre, ndërkohë që Irani po lufton me çfarë ka. Edhe mendoj që, siç u tha edhe sot në fakt nga sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, që ne për punë ditësh do të kemi në kontroll të plotë ai hapësirën ajrore të Iranit. Dhe në momentin kur hapësira ajrore një vendi është në kontroll në një vend tjetër, atëherë lufta ka marrë fund. Kështu që unë pres që në maksimumi brenda një muaj lufta të jetë mbyllur dhe regjimi i ajatollave të ketë rënë. Dakord, por si mundet të ndikojë kjo luftë në sigurinë e Ballkanit? Shiko, kjo luftë ka ndikim në sigurinë e Ballkanit vetëm në sensin që Irani ka dërguar raketa në fakt drejt Kipros, dhe sigurisht që Kipro ka dy popullata të mëdha, popullatën e Greqisë dhe popullatën e Turqisë, pra kështu përbërë nga grek dhe turq, dhe madje siç e thash dhe në fillim, raketa balistike që është interceptuar sot nga avionët e NATO-s në Turqi ishte drejtuar drejt një baze greko-kipriote në Kipro. Nga ana tjetër, fatkeqësisht kemi dëgjuar edhe lajme për një sulm të mundshëm të Iranit në këtë bazën e Manzës. Është lajm i pa konfirmuar, unë e quaj dezinformim në fakt, sepse nuk ka asgjë të vërtetë, por rreziku kuptohet fatkeqësisht është gjithmonë atje, sepse Shqipëria ka strehuar mujahedinët, që është një prej opozitave të Iranit, që regjimi mizor i Teheranit e konsideron terroriste. Dhe të mos harrojmë që Republika e Shqipërisë dhe Republika Islamike e Iranit, që nga korriku i vitit 2022 kanë ndërprer marrëdhënie, sepse Irani për shkak të mujahedinëve të Manzës sulmoi, bëri një sulm kibernetik ndaj Shqipërisë, sulm i cili ekspozoi informacione sekrete të qytetarëve shqiptar në portalin e-Albania, dhe që nga ai moment Republika e Shqipërisë i ka ndërprer marrëdhënie me Irani. Për momentin kur Irani po sulmon aleat të Amerikës, dhe ne si shqiptar i me aleat kryesor e Amerikës në Ballkan, dhe nga ana tjetër kemi ndërprer të marrëdhënie me Iranin, kjo krijon një farë risku, por mendoj që është risk i vogël dhe nuk ka nevojë për panik ose narrativa dezinformuese që synojnë në destabilizimin e Shqipërisë dhe Ballkanit. Këtë pyetje kisha edhe unë që do të citoja tani. A ka rrezik për destabilizim? Po ka rrezik për destabilizim, por Ballkani i nderuar ka arritur një fazë tani që vendet nuk e kruajnë me njëra tjetrën. Domethënë edhe Serbia, që është ushtari i Rusisë në Ballkan, e kupton që nëse bën gafën të futet në Kosovë me ushtri, do të ketë pasoja të paimagjinueshme për Serbinë, por të mos folur pastaj që është një shtet të kockë lëkur Serbia, pavarësisht se mund ta duket neve, domethënë është një shtet që ka një ushtri çik më të madhe se Kosova, ka një ekonomi të madhe, më të madhe se tonat, por ka një ushtri pak më të madhe se Kosova, dhe në kushtet kur në Kosovë ti ke bazat të NATO-s, në kushtet kur Tirana, Prishtina dhe Zagrebi kanë firmosur një marrëveshje të mbrojtjes së përbashkët, në kushtet kur nën udhëheqjen e kryeministit Kurti, forcat
dhe Sigurisë Kosovës po fuqizohen gjatë ditës, Serbia e kupton mjaft mirë që është më mirë të qëndrojë aty ku është edhe të mbajë ndezur flamat e nacionalizmit serb atje sesa të bëjë një lëvizje direkte, kështu që nuk mendoj që Ballkani është rrezikuar. Nuk mendoni se vendet e Bashkimit Evropian janë të rrezikuar dhe nuk kanë marrë ndonjë, le ta quajmë këtë pjesë, ndonjë mbrojtje për rreth kësaj çështje. Por gjithashtu kam një pyetje tjetër nderuar, sa e rrezikuar ndodhet Shqipëria në këtë pjesë? Shiko, do ta nis pak e kë e Bashkimit Evropian. Shiko, Bashkimi Evropian është rrezikuar nga Rusia, sigurisht nga Irani, po nga Rusia kryesisht, sepse ka Rusin këtë dera dhe domethënë të lajthiturit, analistët e lajthitur pranë presidentit Putin, duke filluar me strategun e politikës së tij të jashtme Aleksandr Dugin, por edhe të tjerë që i shefti në mediat e Moskës, domethënë çdo ditë postojnë kanë element propagandistik, postime propagandistike për sulme ndaj Evropës, për sulme ndaj Londrës, për sulme ndaj Berlinit e tjerë. Dhe po të gjejmë dhe deklaratat e Francës, e Britanisë së Madhe, të Gjermanisë, riarmatosin që këto vende po bëjnë, të tregojnë që ata ndjejnë një rrezik nga Rusia, dhe nga ana tjetër Irani fatkeqësisht ka raketa interbalistike, interkontinentale që mund të prekin Evropën, fatkeqësisht. Dhe sigurisht këto janë informacione të pakonfirmuara, por unë kam dëgjuar nga disa analistë dhe një për arsye pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të japin fund ambicieve bërthamore të Iranit, është sepse Irani po ndërtonte këto raketa interkontinentale për të kërcënuar edhe Evropën dhe aleatët amerikanë. Kështu që në këtë kuadër Evropa është e kërcënuar, por i ka marrë masat e fundet që dua të them. Në Emiratet e Bashkuara Arabe për shembull sot 2 avion Rafael, avion bombardues francez, kanë patrulluar territorin e Emirateve të Bashkuara Arabe, që tregojnë që edhe Franca, edhe Gjermania, edhe Britania e Madhe janë atje pranë Amerikës, pranë Izraelit, pranë aleatëve të tyre në GCC, në Gulf Cooperation Council, pra vendet arabe, për të deterruar çdo lloj agresioni iranian në rajon dhe më gjerë. Dalem tek pyetja e rrallës i nderuar që ta citova pak më herët, sa rrezikuar ndodhet Shqipëria në këtë pjesë, në këtë kontekst. Po bëri më që përsëritë se harrova të adresoj në fakt. S'ka asnjë problem. Ndodhin to kur jenë në transmetim të drejt për drejt, s'ka asnjë problem. Po patjetër. Në raport me Shqipërinë, shiko, nuk ka vend për panik. Domethënë Shqipëria është anëtare me të drejtat plota e Organizatës së Atlantikut Veriut të NATO-s. Një sulm i NATO-s, një sulm i çdo vendi ndaj NATO-s normalisht në bazë të artikullit të 5 do të përballet me forcën kolektive të gjithë vendeve anëtare të NATO-s, pra të 32-33 vendeve që janë anëtare të NATO-s, një forcë të cilën Irani apo dhe Rusia e din, po Irani veçanërisht tani, pra Irani mendoj nuk i ka ikur mendja që të bëjë një sulm ndaj një vendi të NATO, sepse përgjigjja do të jetë vdekjepruse për regjimin atje. Nga ana tjetër ka risk qoftë dhe minimal, risku minimal ekziston për shkak të arsyeve që unë citova më parë, për shkak të opozitës iraniane këtu në Manës, për shkak të ndërprerjes marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Republikës Islamike të Iranit dhe për shkak të një përshkallëzimi që Irani në fakt e ka bërë ndaj të gjithë aleatëve amerikanë në ditën e mesme, sepse të mos harrojmë që Emiratet e Bashkuara Arabe nuk e kanë sulmuar Iranin, Omani nuk e ka sulmuar Iranin, Katari nuk e ka sulmuar Iranin, Kipro jo, Turqia jo. Pra gjithë këto vende aleate të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Izraelit në ditën e mesme janë sulmuar në kundërshtim të plot dhe flagrant të kartës së OKB-s dhe të ligjit ndërkombëtar. E qartë nderuar, por Shqipëria, në qoftë se do të ketë Shqipëria një sulm direkt apo indirekt në këtë pjesë? Jo, nuk mendoj siç edhe përmenda më përpara. Nuk mund thuash never say never, çka shpreha, edhe mos ndodh kur, domethënë mos na dhën Zoti që të ketë diçka, na ruaj Zoti, por sigurisht që risku është i ulët, nuk ka nevojë për panik, nuk ka nevojë për dezinformim. Janë një pjesë e madhe këtyre narrativave janë në fakt i kanë rrënjët në Tiranë, i kanë rrënjët në Pekin dhe në Moskë për të destabilizuar, polarizuar dhe shkoordinuar shoqërisë si tonat apo të shoqëri të tjera në këtë rajon. E qartë, por në qoftë se ndodh, ai ka marrë masat shteti shqiptar për këtë pjesë? Unë nuk e di nëse shteti shqiptar ka marrë masat, ajo që unë di të them është që në aspektin struktural, Shqipëria ngjelet një prej vendeve me ushtrinë më të dobët
në Ballkan, në Evropë dhe në botë. Edhe në një kohë kur shqiptarët nuk kishin bukë të hanin në kohën e Enver Hoxhës, shqiptarët kishin ushtrim më të fortë se sa tani, por kuptohet mungesa e koezionit politik, mungesa e një doktrine në politikën e jashtme, dëshira e elitave tona si edhe popullit ton për të vjedhur edhe për të abuzuar sa më shumë, ka bërë që në këto kushte kur ne na duhet një ushtri, ne të mos ta kemi. Megjithatë, ne jemi anëtare e NATO-s. Dhe deterrenca më e mirë që mund të ketë një vend është të bëhet pjesë e një organizate të mbrojtjes kolektive. Është ajo që unë them gjithmonë, kur ti del vetëm në rrugë për shembull, natën vonë në orët e para të mëngjesit, shanset janë shumë më të mëdha që ti të sulmosh dhe të të marrë dikush portofolin sesa kur ti del me 2-3 miq të tu në orën 6 pas ditës. Pra kjo është dhe thelbi i NATO-s. Pra NATO është fuqi deterrente ndaj agresorëve, sepse agresori e di që përgjigjja do të jetë jo nga një vend, por do të jetë nga 32 vende. E qartë, të falenderoj që më bëri këtë përmbledhje, por desha të bëj edhe një pyetje të fundit. A duhet që Shqipëria të marrë masa? Po sigurisht, Shqipëria do të marrë patjetër masa, ka shumë masa për të marrë. E para herë, siç e thash, në aspektin struktural, na duhet në mënyrë të menjëhershme rikthimi i shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Po e bëjnë shumë vende. Nuk është një tipar i vendeve diktatoriale, këto po e bëjnë edhe vende demokratike, Gjermania, Britania e Madhe, Franca etj. Së dyti, Shqipëria duhet patjetër të tranzitojë ekonominë e vet nga një ekonomi haremi edhe turizmi në një ekonomi ushtarake. Jo ekonomi ushtarake në sensin që ne të fikim të gjithë industritë e tjera dhe bujqësinë dhe turizmin, por të tranzitojmë në një ekonomi ushtarake ku shteti ndërhyn për të rialokuar kapitalin në vende në sektor që ka rëndësi, prodhimi i dronëve, prodhimi i armëve, inteligjencë artificiale, spionazhi. Qeveria shqiptare ka bërë disa marrëveshje qoftë me Turqinë, qoftë me Izraelin në këto hapa, dhe kjo është gjë e mirë, por duhet bërë edhe shumë punë. Dhe nga ana tjetër duhet në mënyrë absolute të luftohet lufta hibride, sepse lufta hibride Mikele është lufta më e rrezikshme. Pra, po të shohësh në televizion shqiptar ke pafund të papagaj të Iranit, edhe të Kinës, edhe të Rusisë që dalin dhe flasin, bëjnë propaganda aty për shembull, dhe unë nuk e di si i ftojnë, domethënë. Kjo është tipike luftë hibride. Pra, duhet të ndërhyrë në mënyrë që narrativat të tilla të mos përhapen në shoqërinë shqiptare. Gjithashtu, i nderuar, çfarë mesazhi duhet i përcjellet në këto momente qytetarëve shqiptar të cilët janë të panikosur rreth kësaj pjesë? Duhet cituar kjo? Unë mendoj që nuk ka nevojë për panik, edhe njerëzit duhet të jetojnë jetën e tyre siç e jetojnë, por patjetër që mesazhet nuk mund të vinë nga individ sporadik si puna e jote apo e ime. Mesazhet normalisht duhet të vinë nga shteti shqiptar, nga institucionet tona, sepse prandaj ne jemi demokraci përfaqësuese, prandaj jemi republikë, prandaj kemi edhe institucione. E qartë, nderuar, të falenderoj që të pata në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne gjithashtu do të lidhemi së bashku dhe në intervista të tjera për të folur rreth kësaj çështje nëse do të kemi zhvillime të fundit. Ju falenderoj dhe kënaqësi që pata në këtë lidhje të drejtë për drejtë këtu në studion time në emisionin Intervista ditës. Edhe një herë faleminderit Roel. Kënaqësi për mua, shumë faleminderit ti. Kënaqësi. Të nderuar, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me analistin Roel Domi, i cili u ndal tek zhvillimet e fundit, tek lufta e cila po devijon për shkak të një rakete që është dërguar në shtetin turk. Për këtë çështje qëndroni në Dritar Televizion, pasi do të kemi edhe intervista të tjera në lidhje me luftën e cila do të preket apo jo Shqipëria, qëndron kjo një dilemë e madhe. Ju falenderoj që qëndruar në intervistën ditës dhe për ditën e sotme këtu në Dritar Televizion.